Tani, me atë reklam që të bëri ty Lolo e Sorosit, duke dash me të botë do. Dëgjoj se. Sa dhe idiota. Dëgjoj, jo, ta kam thënë unë ty, Sorosi degradoi në idiotësi dhe mediokritet në gjithë botën në Shqipëri. Po. Për shkak se sipas kritereve tyre për të bërë pjesë e kastës tyre, duhet të ishte aq i lig me vendin tat. Sa shumë e vështirë gjesh njerëz që kanë një farë kapaciteti. Dhe me të prodhoi idiotin, gjenerat pas gjenerate, hierarki pas hierarkive, kuadër pas kuadri, përfundon si thosh në një nivel shumë të ulët dhe mediokriteti. Unë di të them që historia që mase jo të gjithë e din, ku tishe te takimi i Partisë Demokratike dhe ne diskutuam për këtë temë. Tryeza rumbullakët me cepa. Bukur, që unë thash ty një natë para pse Zovia, dhe ti shkove. Mua në këndvështrimin tim me gjithë atë që ndodhi, kam akoma prap dilem nëse ku dallon më shumë shkalla personale budallëkut të personazhit me qëndrimin politik të institucionit. E di pse kam këtë dilem? Sepse s'di kush është ka prevaluar më shumë. Të ftosh tjetrin në takim, të ftosh një sallë në takim me njerëz të ndryshëm dhe të kundërt. Të ftosh dhe njerëz që ke pas përplasje politike shumë vjeçare. Dhe të sulmosh njërin prej tyre, i cili është një nga njerëzit që ka një rol të jashtëzakonshëm kur kanë qenë halle ata njerëz. Dhe u shkëput kur ata kishin punë të mirë raport me veten. Dhe të sulmosh si thosh një personazh i cili ka marrë fjalime të rëndësishme promovuese për vota në një moment që ndahet shapi nga sheqeri me pushteti apo kundër pushtetit, pra që janë themelore, mbetejat e vjes kuqe të frontit. Kush është vesi më i madh i njeriu avokat? Prit. Do thotë që këtu ka diçka që lidhet me dy gjëra. Ose lidhet më shumë me atë që është natyra e asaj partie, që kushdo që afrohet do ta kafshojnë me gjitha mjetet, me gjarprime në përka. Aty është kështu me fjalë, po pan diçka që funksionon, i sulen gjithë. Ose mund të dhe vendim partie. Unë jam i bindur për këtë. Do bëjmë dallimin se kush më shumë prevalon. Ose është vendim partie, për t'i thënë të tjerëve, s'duam njërin pranë. Pse nuk e duan njërin pranë? Se këtu është çështja. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Libraris.